në Ministri e Luftës. Dhe përderisa quhet Ministri e Luftës, kuptohet që bëjmë plane të tjera për fillimin e luftave të reja. E qartë. Mirë, zë Dauti, për planin 28 pikësh, ndjekim një inser dhe rikthehemi. Zbatimi i planet Amerikan për paqe në formën aktuale mund të rezultojë që Rusia të fitojë një territor pothuajse sa mallësinë e Luksemburgut, pa pasur nevojë të luftojë për të, sipas llogaritjeve të agjencisë franceze AFP, bazuar në të dhënat të Institutit për Studimin e Luftës. Sipas iniciativës amerikane, e cila i është treguar AFP-s, parashikohet që ushtria ukrainase të tërhiqet nga territorët që ende kontrollon, gjë që do t'i sillte Moskës një fitore neto për rreth 2300 km2, një sipërfaqe thuajse barabartë me Luksemburgun, 2590 m2. Sipas planit, Ukraina do t'i dorëzojë afro 5000 m2 në rajonin e Donetskut dhe 45 km2 në rajonin e Luhanskut. Në kombim, Rusia do t'i kthejë Ukrainës gati 2000 km në rajonin e Kharkivit, 450 km2 në rajonin e Dnipropetrovskut, 300 km2 në rajonin e Sumes dhe 20 km2 në rajonin e Çernogovit. Në përfundim, plani që Shtetet e Bashkuara propozojnë të nënkuptonte dorëzimin e 20% të territorit të Ukrainas për të marrë mbrapsht më pak se 0.5% sipas AFP-s. Ndryshe, Ukraina ka pranuar një plan të paqes të hartuar nga amerikanët, i cili po kritikohet gjithësisht për evropianëve. Mirë, zë Dauti, ashtu si thatë dhe ju, pra nga llogaritja rezulton se Ukraina do të humbiste rreth 20% të territorit në zonën e konfliktit, ndërsa nga ana tjetër do të fitonte mbrapsht më pak se 0.5%. Sa e rrezikshme është që SBA-ja të shtyjë përpara një marrëveshje që de facto legjitimon dhe fitimet territoriale të Rusisë. Po tani, kur përmenden ata përqindjet, si në pyetjen tuaj, si ashtu edhe në reportazhin, duhet kemi parasysh se edhe para kësaj lufte, Rusia nëpërmjet trupave pro-ruse të Ukrainës i kontrollonte ata territore. Nuk është se Rusia arriti të marrë 20% të territorit të Ukrainës brenda kësaj lufte. Ata kanë arritur shumë pak, mendoj që në vitin e fundit vetëm 1% të territorit të Ukrainës kanë arritur që ta okupojnë, duke okupuar disa fshatra. Pra, duhet kemi parasysh se kemi marrëveshjen Minsk 1 dhe Minsk 2, në të cilat parashihet që Donetski dhe Luganski të jenë republika autonome, dhe kuptohet që ata veç ishin në ndikimin e Rusisë. Nuk është se Rusia fiton diçka shumë, dhe kuptohet që për t'i marrur edhe ata pak fshatra dhe qytetet të Donetskit, do duhet të tërhiqet nga Harkovi sipas kësaj marrëveshje. Pra nuk është se Rusia fiton territorit realisht shumë, edhe pse thuhet sa një territor të Luksemburgut. Për Rusin, Luksemburgu nuk është shtet apo territori i madh, për shkak se Rusia është shteti më i madh në botë, dhe ata qëllimi i tyre nuk është marrja e territoreve, se nuk kanë edhe çka ju bëjnë gjithë ato territore që i posedojnë. Mirë, po qëllimi i tyre ishte që në Kiev të ketë një qeveri pro-ruse, dhe kësaj nuk i arritën. Ata ndoshta i arritën vetëm një qëllimi, që Ukraina mos bëhet antare NATO-s, mirë po e lënë të hapur që të bëhet antare Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian më nuk është një union ekonomik, është edhe një union politik dhe një union po ashtu edhe ushtarak, me reformat e fundit në Bashkimin Evropian, sidomos gjatë kësaj periudhe të luftës me Rusin dhe Ukrainës, dhe me gjithë ata sanksione që Unioni Evropian i bënte Rusisë, pra nuk është se kemi një fitore vendimtare të Rusisë në këtë luftë. Mirë po duhet kemi po ashtu parasysh, për shkak se janë ngritur presionet e SBA-s kundër Bashkimit Evropian, për shkak se Bashkimi Evropian nëpërmjet komisares së tyre van der Leyen e refuzon këtë marrëveshje, dhe prandaj edhe bëhen negociata të administratës amerikane me evropianët tani për tani në Zhenev. Mirë po ashtu e kemi takimin e G20-s që mbahet në Afrikën Jugore në Johannesburg, dhe ku janë takuar kancelari gjerman, kryeministri i Britanisë dhe presidenti i Francës, dhe janë duke i diskutuar këtë çështje. Tani është interesante se ministri i financave i SBA-s
i cili është një soroseist dhe është një homoseksual, pra e përfaqëson edhe atë globalistët. Ai thoshte në intervistën e fundit që e lexova, thoshte që Unioni Evropian e financon Rusinë në këtë luftë, ashtu që e blen naftën ruse nëpërmjet Indisë. Pra vetë Unioni Evropian e financon këtë luftë dhe gjithë ata sanksione, një paket prej 19 sanksioneve deri tani, u dëshmua se kanë dështuar. Pra Unioni Evropian dështoi që ta sanksionoj ekonomikisht Rusinë dhe janë duke financuar luftën e Rusisë, pra bëhet fjalë për një dështim edhe të Unionit Evropian në këtë luftë dhe nuk është se do të ketë fitimtar në këtë luftë për mendimin tim. E qartë. Mirë, zoti Dauti, pyetja e fundit për ta mbyllur. A është ky propozim vërtet një rrugë drejt paqes apo thjesht një ngrirje e konfliktit, pra që i hap rrugën edhe një luftë tjetër më të madhe në të ardhmen? Unë mendoj që bëhet fjalë për ngrirje të konfliktit, për shkak se shumë tema do të mbeten të hapur. Një ndër temat e hapura do të jenë parat e Rusisë që janë në bankat evropiane, dhe që bëhet fjalë për dikun 150 miliard euro në bankat evropiane, po edhe të bankat tjera të SBA-s, të Japonisë dhe perëndimit në përgjithësi, që bëhet fjalë mbi 250 miliard dollar që janë rezerva të parave të Rusisë, dhe nuk është e qartë se si do të harxhohen ato para, a do t'i kthehen Rusisë. Trumpi kërkon që ato para t'i jepen Amerikës dhe që do të ishte një dëm shpërblim për gjithë ata financa që Amerika i ka dhënë në këtë luftë në Ukrainë, po ashtu Ukraina si me në krye komisaren van der Leyen dëshirojnë që ata parat t'i marrin për vete dhe t'i dorëzojnë në formë të krediteve Ukrainës, ashtu që të mund Ukraina të zgjasë edhe një vit këtë luftë, po ne e dim që të paktën 30% të gjithë investimeve parave që hynë në Ukrainë me kredite të Bashkimit Evropian apo parave të Amerikës, ata vidhen nga Ukraina si politikanët Ukrainës dhe i ndajnë së bashku me perëndimorët, politikanët perëndimor. Pra duhet kemi parasysh që me përfundimin e kësaj lufte, shumë politikan evropian, amerikan dhe Ukrainës do të humbin burime të mëdha të parave, për shkak se këtë luftë e shfrytëzonin për larjen e parave, pasurimin e tyre, dhe po ashtu duhet kemi parasysh se industria e armatimit, nëse ndërpritet kjo luftë, ata i humbin aksionet e tyre, do të humbin vlerën dhe nuk është se si do të fitojnë para. Pra edhe pse ne mendojmë që politikanët do të arrijnë një marrëveshje, mirë po janë bankierët, industritë e armatimit dhe shumë interesa të tjera që do ta kundërshtojnë këtë marrëveshje dhe nuk përjashtohet mundësia që të dështojnë të gjithë përpjekjet për një paqe dhe lufta të vazhdojë të paktën edhe për një vit. Pra nuk është se kemi erdhur në atë pikë ku mund të themi që me siguri kjo luftë do të përfundojë së shpejti. E qartë. Mirë, zoti Dauti, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ju faleminderit edhe ju. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi mbaruar në pjesën e parë, do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe më pas rikthehemi për në pjesën e dytë.